Për dhëmbë të bardhë si bora, mjafton të përdorni këto 3 përbërës të kuzhinës. Receta: keni shpenzuar shumë para për zbardhjen e dhëmbëve te dentisti, atëherë ndoshta do të bini rat nga shpenzimet e tepërta për një proces që përsëritet më shpesh. Në shtëpi kemi plot produkte që mund të na ndihmojnë të kemi një buzëqeshje të bukur. Zgjidhni njërin nga këto përbërës: xhenxhefil, krip dhe limon. Ngrini një pjesë të vogël të xhenxhefilit, merrni 1/4 e lugës së çajit me krip dhe shtojeni në të. Shtryni lëngun e tij në një fet limoni dhe i përzieni mirë. Aplikoni atë në një furxhë dhëmbësh. Gjethe mentën në vaj kokosi. Krijini gjethe dhe shtoni vajin e kokosit, i përzieni mirë dhe aplikoni përzierjen në dhëmbë në një furxhë të dhëmbëve. Mos përdorni më shumë mente, 3 deri në 5 gjethe janë më se të mjaftueshme. Pluri i kakaos, uji ose vaji i kokosit të kombinuara së bashku gjithashtu mund të japin rezultate fantastike për higjienën tuaj dentare. Përdorimi i këtyre recetave nuk duhet të bëhet më shumë se një herë në javë.